Aktori i njohur arrestohet për sulm seksual dhe dhunë ndaj ish-partneres. Michael Pitt, i njohur nga serialet Boardwalk Empire dhe Dawson's Creek, është arrestuar me akuzën e sulmit seksual dhe dhunës në familje, sipas raportimeve nga New York Post dhe Variety. Aktori 44 vjeçar po akuzohet nga ish-partneri i tij për 4 incidente të ndara abuzimi, të cilat dyshohet se kanë ndodhur midis viteve 2020 dhe 2021. Paditësia pretendon se aktori e përdhunoi dhe sulmoi me një blok betoni dhe një dras druri në shtëpinë e tij në Brooklyn, ndërsa ajo e akuzon atë gjithashtu për tentativë mbytjeje. Ai u deklaruai pafajshëm pas arrestimit të tij të premten e kaluar dhe u lirua me kusht. Seanca e radhës është caktuar për në qershor. Avokati i tij në një deklaratë për mediat e mbrojti aktorin duke deklaruar: "Për fat të keq jetojmë në një botë ku dikush si zoti Pitt, një profesionist i suksesshëm që nuk do të kryente kur krime të tilla, mund të arrestohet bazuar në fjalimin e pabazuar të një personi të shqetësuar. Në fakt, kjo akuzë pa bazë bëhet në një mënyrë të dyshimt 4 ose 5 vjet pas ngjarjeve të supozuara, kur çifti ishte në një marrëdhënie plotësisht konsensuale. Çështja do të pushohet." Vlen të përmendet se Michael Pitt u arrestua gjithashtu në vitin 2022 për sulm dhe vjedhje, i akuzuar për goditjen e një buri dhe marrjen e telefonit të tij celular. 2 muaj më vonë ai u shtrua në spital në një njësi psikiatrike pas raportimeve se po hidhte objekte nga dritarja e një ndërtese me policinë që e përshkroi atë si me çrregullime mendore.